Drejtoria e Bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër vjon punën intensive në terren duke u fokusuar në zonat më problematike, ku ditët me reshje të dendura paraqiten problematika të veçanta për komunitetin. Sipas të dhënave është ndërhyrë edhe në pritat e përrenjve malor që ky institucion ka në juridiksion. Gjatë muajit tetor jemi përqendruar në eliminimin e dëmtimeve nga prend, pasi dihet që muaji tetor fundit i shoqëruar me rreshje, kemi patur problematikat e Projficos, të cilën ne kemi shmangur fal punës tonë dhe korrektesës së treguar nga ana e punësve tanë. Gjithashtu kemi patur probleme edhe në zonën e Dhoksatit, të cilat i kemi shmangur, pasi jemi njoftuar edhe nga kryeplejtë edhe nga administratorët e zonës së Lunxhërisë. Aktualisht situatën e kemi në kontroll, jemi duke punuar për pastrimin dhe eliminimin e mbytyjeve që vjen nga prindë, sidomos edhe proji Lazaratit e pasere ka qenë shqetësues, nuk kemi situatë emergjente në projin e Lazaratit, jemi duke punuar për pastrimin e kanaleve kullus, si në Lunxhëri ashtu edhe në Cepo. Punonësit e kësaj drejtorie monitorojnë situatën, ndërhyjnë me mjete teknike dhe ofrojnë këshilla praktike për mbrojtjen e kulturave bujqësore dhe parandalimin e dëmeve nga vërshimet apo rrëshqitjet e tokës. Vëmendja e agjencisë tonë, pra e sektorit të bujqësisë, është përqendruar tek shmangja e situatave që mund të vinë nga rreshjet e shiut. Java që flasim aktualisht pritet të jetë javë shoqëruar me rreshje shiu, gjë për të cilën neve kemi situatën në kontroll, mjetet i kemi në gjendje gatishmërie për të shmangur të gjitha ato që mund të vinë nga rreshjet e shiut, sidomos në zonat rurale. Ky angazhim i vazhdueshëm synon të mbështesë banorët në përballimin e pasojave që mund të shkaktohen në ditë me mo të keq, duke rritur sigurinë e komunitetit.